punëtorët tanë në Rusi mund të ishin një piknisje e mirë, dhe ajo çfarë presim është natyrisht edhe kontakte që ne mund të kemi me ish shok të Vangjelit, të cilët e nderojnë dhe e mbajnë mend shumë mirë këtë histori që ka ndodhur. Vërtet është një histori e cila kanë kaluar shumë vite, një histori e cila i përket viteve 60, por unë jam e bindur se në ato vite kanë pasur shumë studentë shqiptarë, të cilët ndoshta kanë pasur histori të ngjashme me historinë e vllait tuaj, dhe mund të kenë ditur, mund të dinë dhe sot e kësaj dite edhe informacione të mëtejshme për Margaritën edhe për Dianën. Shpresoj që sonte ata të telefonojnë dhe të na ndihmojnë me këto informacione. Gjithsesi, unë do doja të bënim një lidhje, Bernard. Pra, përpara se të bëjmë lidhje me Violën, ka diçka tjetër që mund të shtosh në lidhje me kërkimet e para? Aida, do më thonë që fillimisht ne ua kemi përcjell bashkëpunëtorëve tanë në Rusi. Gjithë informacionin që ne kemi, vërtet është një informacion i pakt, është një histori modeste, por gjithsesi kërkimet kanë filluar dhe ne shpresojmë që ndoshta mund të bijem në gjumë të vërtetë të Diana Ljepnikovës. Duhet të thonë se ndoshta sonte mund të ndjekin edhe shumë shtetas rusë, të cilët kanë, sidomos zonja të cilët janë martuar me shqiptarë dhe vazhdojnë të jetojnë në Shqipëri, të cilët ndoshta mund të ndihmojnë sonte, pasi kontaktet dihet nuk kanë qenë shumë veta të cilët kanë jetuar në Rusi, apo nga Rusia që kanë jetuar në Shqipëri, dhe përgjithsisht ndoshta kanë patur kontakte mes tyre dhe mund të ndihmojnë që të bijem në gjurmët e Dianës. Dhe ne jo pa qëllim e zgjodhëm të dyja këto histori, pra dhe historinë e Jolanda Kalacit, por edhe historinë e Diana Ljepnikovas, natën e sotme për të rikujtuar, sepse ndoshta ka shumë persona të cilët mund të kenë njohur pra zotin Vangjel, mund të kenë ditur historinë e tyre dhe njëkohësisht mund të kenë dëgjuar dhe historinë e Jolanda Kalacit dhe Adelina Kalacit. Por në këtë momente jemi pikërisht tek Diana Ljepnikova dhe në këtë do të bëjmë një lidhje, e kemi Violën? Atëherë do të bëjmë një lidhje me korespondenten e televizionit Klan në Moskë, Violën. Mirëmbrëma Viola, linja Mirëmbrëma Ida. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, unë fillimisht do doja të të falenderoja për këtë lidhje që kemi natën e sotme me ju dhe Viola... Viola, paka shumë je në djenit të historisë, apo jo? Po, do më thënë informatat i kam marrë para 2 ditësh. Mund të them se informacionet janë të mira. Do më thënë fakti që kemi një emër mbi emër dhe që kemi një adresë që paka shumë mund të ekzistojë edhe sot në Moskë, kjo më jep shpresa të mira, ndoshta mund të gjejmë një informacion. Megjithatë, duhet diçka më tepër, duhet emri i saktë të universitetit ku ka studiuar Vangjeli. Sepse fakulteti ekonomiku në universitetet e Moskës ka pothuajse në çdo lloj universiteti dhe janë universitete paka shumë që të gjitha të vjetra. Megjithatë, domethënë do përpiqem që nëpërmjet kësaj adrese që kam, pavarësisht se nuk më tingëllon shumë e saktë, por megjithatë do përpiqem që pak kësaj adrese ta gjej, domethënë ku mund të ndodhur paka shumë, domethënë ku mund të ketë qenë vend banimi i personit në fjalë. Dhe ndoshta atje mbas nga komshinët ose njerëz që mund t'i kenë njohur, mbase mund të gjejë dhe vendodhjen momentale të Margaritës dhe të vajzës saj Dianës. Viola, unë dua të them dhe një të dhënë e cila besoj se duhet jetë e rëndësishme në kërkimet dhe verifikimet që ju jeni duke bërë në Moskë. Pra, babai Margaritës apo jo zonja Filoreta ka qenë pilot dhe mendohet se kanë jetuar në një zonë në rrethinat e Moskës, në të cilën jetonin zakonisht aviator, pilot, më dëgjon? Dhe dim dhe diçka tjetër se çifti pra Margarita dhe Vangjeli kanë jetuar në Strominko dhe dim në Strominko, nuk e din se sa është larg kjo zonë nga Moska, jeni në dieni apo si mund të fillojnë kërkimet aty? Dim vetëm se aty kanë qenë konvikte, ka pasur konvikte studentësh. Po, Strominko, do më thënë, sipas të dhënave i bie tjetë emri i rrugës, do më thënë,
ku kanë jetuar dhe dom 32 domethënë është shtëpia 32 ndërtesa domethënë është një adresë ku ata kanë jetuar. Unë do përpiqem ta gjej mbasi kjo adresë ekziston edhe sot tek kësaj dite. Këtu nuk ka ndonjë të dhënë për ndonjë stacion metroje ose kështu ose ndonjë diçka të përafërt. Megjithatë si emër rruga nëse ka qenë emrat e rrugëve nuk janë ndryshuar, mund të kenë lëvizur ose mund të jenë zgjeruar disi, por domethënë ndryshim radikale nuk ka pasur. Dhe besoj se domethënë kjo duhet të ekzistojë edhe sot tek kësaj dite në Moskë. Unë do përpiqem që të gjej informacion të saktë. Për faktin që prindrit e Margaritës kanë jetuar në një qytet ku kanë jetuar vetëm aviatorë, kjo nuk ndihmon shumë sepse vetë Moska domethënë shumë e madhe dhe rrethina të panumërta. Domethënë zona që quhet Padmaskovi është gjithë ajo zonë ku njëherë një kohë kanë jetuar pjesë më e madhe ushtarake. Domethënë është gjithë periferia e Moskës, si thua, është gjithë rrethi i Moskës që e rrethon nga jashtë, që kanë qenë vetëm aviatorë ose ushtarakë të tjerë. Megjithatë, thjesht fakti që prindrit nuk kanë jetuar në Moskë, por kanë jetuar pikërisht në këtë zonë, edhe kjo është një ndihmëse. Dhe duke qenë se vetë Margarita kanë qenë studente në të njëjtën universitet, në të njëjtin fakultet, unë besoj se të arkivat e këtij fakulteti atje do të jenë duhet jetë adresa e saktë. Për momentin duhet gjetur thjesht në universiteti, domethënë emri i saktë të universitetit ku ata kanë studiuar dhe atje mund të marrim domethënë ndihmëse për kërkime të mëtejshme. Viola, dhe diçka tjetër, në lidhje me mbiemrin Helbnikova, është mbiemër moskovit apo Po, është mbiemër rus. Domethënë goca i ka pasur emrin Margarita Vasiljevna Hliebnikova. Është tipike emër rus. Gjë që tregon domethënë se kemi të bëjmë vërtet me një rast në Moskë dhe me familje moskovite. Po, është mbiemri i dëgjuar i njohur në Moskë. Është mbiemri i dëgjuar në Moskë. Shpresojmë që ndoshta ky është hapi i parë dhe shpresojmë që ndoshta do të kemi diçka më tepër. Megjithatë do të presim dhe natën e sotme sepse jam e bindur se do të ketë shumë persona që ndoshta do të i kujtohet kjo histori dhe mund të dinë diçka më tepër për Margaritën dhe për Dianën. Sepse ne sonte Dianën kërkojmë. Po, dhe ju bëj thirrje domethënë gjithë atyre shokëve të Evangjelit që mund të kenë qenë studentë bashkë. Nëse ata kanë mundësi, sepse ata i kanë dhe më mirë idenë, e dinë shumë mirë se ku kanë jetuar dhe duhet i mbajnë mend patjetër adresat. Nëse ndonjë nga këta persona na dëgjon tani në këto momente, do të ishte ndihmës shumë e madhe nëse ata do të na jepnin emrin e saktë të universitetit dhe adresën saktë se ku kanë jetuar në Moskë. Do të ishte ndihmësa më e madhe. Megjithatë shpresojmë domethënë që në fund të kësaj mbrëmje të kemi material më tepër. Atë shpresojmë dhe ne, Viola, unë të falenderoj, ndoshta do të rilidhemi sërish dhe për historinë e Jolanda Kalacit, sepse stafi emisionit ka bërë disa verifikime këtë javë për të mësuar më tepër e kësaj historie e cila ka ndodhur brenda territorit të Shqipërisë. Gjithsesi, nëse do të kemi diçka tjetër, ne do të rilidhemi sërish sonte. Okej, në rregull. Faleminderit shumë, Viola, të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Atëre ishte një lidhje që ne patëm me korespondenten tonë aty, e cila është duke verifikuar. Gjithsesi, Bernard, unë do doja të dija nga atëre, përpara se në japësh të dhënat ose ato që ne kemi mësuar nga kërkimet tona paraprake për Diana Helbnikovën, duhet të kalojmë patjetër në një hapësirë publicitare. Ju lutem mos u largoni, sepse me njerë do të vazhdojmë me histori të tjera. Unë shpresoj që të telefonojnë të gjitha ta personat cilët e kanë njohur Vangjeli Jovanin, i cili ka qenë me studime në vitet 1960 në Moskë për ekonomik. Aty është njohur me një shtetase ruse, pra Margarita Helbnikova, dhe sonte ne kërkojmë vajzën e tyre, vajzën e Vangjeli Jovanit, Diana Helbnikova. Mos u largoni, shpresojmë që ju të telefononi, do të kthehemi shumë shpejt. Të gjithë ju që keni informacione për raste që ne kemi publikuar nga fillimi dhe deri tani, mos nguroni por telefononi. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm, Western Union. Është
shumë lehtë të ikë mendja kur nuk ke detyrime. AMC Zero pajtim ujor, programi më i ri individual për abonentët me kontratë. Paguani aq sa flisni, pa pajtim ujor dhe pa taks regjistrimi. Me 3 numra krijoni grupin tuaj dhe flisni me tarifa shumë të ulta. AMC është mirë të jesh i pari. Tani Western Union ofron komisione të reja për transfertat nga Italia në Shqipëri. Western Union, i shpejt, i sigur, i kudo ndodhur. Tani edhe më lirë. Për transfertat nga Anglia drejt Shqipërisë, Western Union ofron mundësi të reja dhe komisione më të ulta. Western Union, i shpejt, i sigurt, i kudo ndodhur. Tani edhe më lirë. Al Telekom freskon verën me ofertën e ADSL. Të gjithë abonentët ekzistues dhe abonentët më të rinj të Al Telekom tani mund të përfitojnë nga ulja e pajtimit bujor deri në 40%, dyfishimi shpejtësisë dhe tarifën e instalimit falas. Al Telekom, lidhja më e fortë mes nesh. Partia Republikane besoi dhe punoi për NATO-n, për të përmbushur aspiratën kombëtare, për të ecur së bashku me popujt e lirë të familjes euroatlantike. Me besimin tek Zoti dhe liria, të vazhdojmë rrugën tonë, rrugën e shqiptarëve, rrugën e ndryshimit. Ta gëzojmë Shqipërinë në NATO dhe të gjithë së bashku për të ardhmen tonë europiane. Partia Republikane është partia e familjes, pronës dhe kombit, traditës dhe vlerave. Voto Partinë Republikane. Voto numrin 16. Sot në NATO, nesër në BE. Apartamente Buzdetit, pamje e manitshme në balkonin tuaj, vendi më perfekt në Bregdetin e Vlorës. I jepini vetes atë që meritoni. Tek Kompleksi Oslo, ujë ftohtë, përballë ish kompleksit Vefa, plazhi i ri, Vlorë. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor gjeneral. Jemi kthyer në studio të nderuar miq dhe për të gjithë ju që sapo hapët ekranin tuaj, pra ndodhemi në valë të televizionit Klan në një emision të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Përpara se të shkëputeshim për hapësirën publicitare, ishim duke folur për një histori të cilën ne kërkojmë në Rusi dhe pikërisht në Moskë, duke kërkuar fatin e Diana Helbnikova, vajzës së Vangjel Jovanit, shtetas shqiptar, dhe shtetases ruse, pra Margarita Helbnikova. Në studion tonë ndodhet halla e Dianës, e cila ka ardhur për të kërkuar mbesën e saj, të cilën nuk e pa kur as ajo, por as vllai i saj Vangjel Jovani, i cili u largua nga Bashkimi Sovjetik dhe pikërisht nga Moska, për vetë faktin se në vitet 1960 prishën marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik dhe ai detyruar lë familjen e tij në Moskë dhe kthehet në Shqipëri. Që nga ky moment ata nuk u pan më dhe ai nuk e pa kur vajzën e tij. Në vitin 1978 Vangjel Jovani largohet nga jeta dhe në këtë mënyrë humbet dhe çdo lidhje të tij me Margarita Helbnikovën, e sidomos me vajzën e tij Diana Helbnikova, të cilën nuk e pa asnjëherë. Pikërisht për të vënë këtë amanet në vend, ka ardhur në studion ton motra e Vangjelit, motra e tij, zonja Filoreta, për të kërkuar Diana Helbnikovën, mbas kaq vjetësh apo jo, nga viti 1960. Mbas kaq vjetësh, megjithatë amaneti nuk e tret as deu, apo jo. Dhe siç e thatë dhe ju pak më përpara, është vetmja lidhje gjaku, e cila do t'ju sjelli vllajën tuaj mbrapa, apo jo. Shpresojmë, sinqerisht ja u them, të shpresoj që natën e sotme të kemi diçka pozitive për Dianën. Gjithsesi, unë do doja t'ja jepja fjalën Bernardit. Bëja një thirrje për zonjën Ana Luka, është pikërisht e bashkëshortja e dytë e të ndjerit Vangjel, e cila disponon dhe të gjithë letërkëmbimin e Vangjelit me bashkëshortën ruse, dhe aty janë edhe fotografit, janë edhe adresat të cilët do të ndihmonin shumë në kërkimet tona. Pra do t'i bëja një thirrje miqësore zonjës Ana Luka, në qoftë se na ndjek sonda apo dikush mund t'ia përcjell këtë mesazh, të kontaktojmë redaksinë e emisionit Njerëz të Humbur për të marrë ato informacione aq shumë të kërkuara, të cilët do të na ndihmonin për të rënë në gjurmët e Diana Helbnikova, të cilët sonte po e kërkon halla e vet zonja në studio. Pra, në qoftë se na dëgjon, ajo momentalisht ne dim se jeton në Itali, në qytetin e Vatikanit,
do të ndihmonte shumë në qoftë se do të na jepte informacionin që ne kërkojmë dhe është pikërisht adresat dhe letërkëmbimi që ka mbajtur Vangjeli me Margaritën gjatë kohës pak përpara sa të shkëpusnin kontaktet. Ndoshta ajo disponon edhe fotot të Margaritës, pra ka pasur fotot të Margaritës vllai juaj? Po. Të gjithë këtë material për letërkëmbimet, fotot, të gjitha i ka marrë bashkëshortja e tij, pra zonja Ana. Edhe më tha, do ta jap. Po pastaj nuk e di pse dhe unë nuk ngurmova më. Zonja Ana është larguar dhe aktualisht jeton në Itali.